Përshëndetje, dëgjohem po. I nderuar Zoti Kryetar, të nderuar antar dhe antare të Këshillit Kombëtar, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar që për herë të parë po e drejtoj dhe kështu dua ta nis me dy fjalë nga vetja. Së pari falenderoj pafundësisht kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën për propozimin, për emrin tim dhe për mundësinë që më dha dhe për vlerësimin si dhe përgjegjësinë që më dha për kontributin e gjatë që kam dhënë me shumë sinqeritet dhe me shumë dashuri për vendin tim dhe për qytetin ton. Dhe së dyti, dua t'ju falenderoj të gjithëve ju, një për një, ju kam falenderuar me mesazh, por dua t'ju falenderoj edhe këtu, dhe dua t'ju shpreh me shumë sinqeritet mirënjohjen time dhe vetdijen time për kontributin që keni secili në këtë parti. Jam shumë e vetëdijshme që për sa i përket kontributit partijak, këtu ka njerëz që si në moshë dhe si në vite kontributi janë shumë më shumë se unë dhe dua t'ju them se këtë detyrë e shoh si një përgjegjësi dhe si një angazhim të përbashkët, si një shirit kapiteni që përkohësisht më është dhënë dhe duke qenë se ju e dini që unë jam aktore, dua t'ju them se gjëja e parë që ne mësojmë në ditën e parë të shkollës në aktrim është puna, rëndësia e punës në grup, se si partneri është jeta jote. Pra ne jemi të gjithë bashkë në këtë luftë dhe vetëm bashkë mund të fitojmë të gjithë edhe tek. Ndërkohë, dua të verifikoj kuorumin e mbledhjes nga sekretaria. Rezulton se kemi kuorumin për të nisur mbledhjen dhe konkretisht prezent në mbledhje janë 299 antar. Fillimisht miratojmë rendin e ditës së kësaj mbledhje, e cila sipas nenit 44 të statutit është njoftuar para 5 ditëve. Rendi i ditës është si më poshtë. Zgjedhja nga Këshilli Kombëtar i sekretarit të përgjithshëm, nënkretarëve të Partisë Demokratike, sekretariatit të Partisë Demokratike, 5 antarëve të Komisionit të Apellimit të Partisë Demokratike. Kush është dakord me këtë rendite? Pro? Kundër? Miratohet. Duke qenë se jemi në proces zgjedhor, ju njoftoj se Komisioni i Votimit dhe Zgjedhjeve është i njëjti me atë të miratuar në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të datës 1 korrik 2026, duke qenë se kjo është një mbledhje vijuese e saj. Tani kam nderin t'ia kaloj fjalën kryetarit të partisë për të përshëndetur këtë mbledhje të Këshillit dhe për të paraqitur propozimet për votim në Këshill për të gjitha pozicionet e lartpërmendura. Zoti kryetar, fjala për ju. Së pari, duhet ju informoj se në përputhje me statutin, Kryesia e Partisë Demokratike miratoi propozimet që vijojnë për Këshillin e Diasporës, antarët e diasporës që do jenë në Këshillin Kombëtar. Këto propozime kanë ardhur nga degët, janë plotësua dhe këtu me ndonjë propozim tjetër dhe unë duhet t'u informoj ju lidhur me listën e antarëve të Këshillit Kombëtar nga diaspora. Alba Kepi, Itali, Aleksandr Gjufi, Alfred Fizi, Andi Mustafa, apo t'ja u lexoj dhe vendet.
pak nushim, Arben Cara, Arman Dervishi, Bardhok Doda, Besa Manaj, Berti Çoku, Besnik Rama, Denis Anelaj, Edmir Çekrezi, Eduard Aliko, Esard Mulaj, Endrit Dako, Erisa Bajaziti, Erion Dasho, Ethem Ago, Fatjon Semanjaku, Gasper Legegaj, Hasan Metuku, Ilirian Proko, Emanuel Çaushaj, Eugene Gjoni, Leard Vasili, Ludovik Tetaj, Melisa Braçi, Milaim Nela, Nureddin Seci, Petrit Fidani, Petrit Tafaj, Shkelzen Rustemaj, Shpen Ndreu, Thimi Grinjoti, Urim Gjata, Valbona Doko, Geraldo Dashi, Julian Hoxha, Juliana Dreshaj, Zekri Picari. Këta janë lista si pas statutit miratohet në kryesi dhe kryesia e miratoj, por thashti t'ju informoj. Tani ne jemi mbledhur këtu në një moment final të përfundimit të procesit të konstruimit të institucioneve të Partisë Demokratike. Ky është një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Partisë Demokratike dhe historinë e vendit. Partia Demokratike me finalizimin e këtij procesi vazhdon me të gjithë potencialin e saj misionin e rikthimit të votës së lirë të shqiptarëve dhe natyrisht rikthimin në pushtet, rotacionin e pushtetit. Kjo verë nxehtë në temperatura është edhe më nxehtë në rrafshin politik. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre 10 mijëra qytetarëve që çdo natë luftojnë me diktaturën, me narkodiktaturën, ndër më të egrat dhe më të shëmtuarat në Europë dhe në botë. Të dashur miq, gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës më të drejtë që mund të ketë njeriu, është një betejë me njërin nga 3 armiqt më kryesor të tij, siç thoshte John Kennedy, me tiraninë. Partia Demokratike vjen në këto momente si një parti e pamposhtur, si një parti që kundër kësaj diktature autoritare zhvilloi në 3 vite mbi 400 protesta. Zhvilloi me qindra akte veprime kundër saj. Vjen në këto moment pasi ajo ja doli
të denancoj me sukses në mbar botën farsën elektorale të diktaturës autoritare. Pasi ajo ja doli, që jo vetëm në organizatat më të mëdha partijake, por dhe në institucione më të rëndësishme të Europës, të paraqes dhe të gjejë mbështetje për qëndrimet e saj. Ishte një arritje jashtëzakonshme. Denancimi i farsë elektorale dhe njohja e saj si e tillë nga Parlamenti, nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. E vështirë ka qenë betejë jonë me narkoshtetin, por përsëri hapat janë të mëdha. Vetëm 2 javë më parë, në rezolutën e votuar dhe në dokumentat e Partisë Popullore Europiane, u damkos narko-euro shqiptare. Kjo monedhë e baronëve të drogës dhe qeveritarëve të drogës, që po shkatron më shumë se gjithçka tjetër ekonominë shqiptare. Ju rikujtoj këtu se vetëm pak vite më parë ne zinim një ndër vendet të rëndësishme fare në Europë dhe në botë në industrinë e këpucëve dhe në disa industri të tjera. Ato janë shuar, sepse padrinoja, në rast se u kujtohet, doli me tezën se ato janë industri të botës tretë, pa çka se made in Germany, made in USA, made in UK, shef këpuc të gjitha llojeve. Dhe ato sipas tij që kanë botë e tretë. Pra, e vërteta është që gjithje më shumë po ndërgjegjësohet komuniteti ndërkombëtar për rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti dhe Edi Rama për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të Europës. Miq, ne jemi një moment jashtëzakonisht rëndësishëm. Një protest 46 ditore vazhdon në bulevardin e Tiranës. Një protest tërësisht antidiktatoriale. Është detyrë e çdo demokrati, e çdo demokratje, ta mbështes atë me të gjithë mundësitë dhe potencialet që ka. Nuk ka bekim më të madh nga Zoti se sa të protestosh çdo ditë kundër kësaj narkodiktature. Dhe mos harroni, kauzat të cilat ne i kemi mbrojtur me vendosmërinë më të madhe. Ai që lufton për kauzën, ai për një kauzë të drejtë, ai nuk tërhiqet kur nga betejë për te. Ndaj dhe është kjo kauzë që e shtron atë në rrafshin politik dhe moral aleat kryesor të Partisë Demokratike. Në rast se aty siç jeni të vetëdijshëm të hidhen parulla, slogane kundër Partisë Demokratike, ato nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë pengesë për asnjë demokrat që ta mbështesë protestën. Së pari,
që nga lashësia gjerësot, në luftë dhe në betej, armiku i armiku tim është miku im, është aleati im. Po këtu nuk është rasti, sa ata janë qytetarë, ata janë të ri, ata janë një forcë e jashtëzakonshme, por edhe sigurtisht e kështu. A nuk u bën aleancat më të mëdha në luftën e dytë botërore? Më të pa Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Sovjetik. Po i them këto për të mos patur asnjëri asnjë kompleks. Përveç se mbështetje dhe vetëm mbështetje. Po nga ana tjetër, nuk është kjo është thjesht një aspekt, se aty janë disa eksponentë të opozicës që janë vegël e qeverisë që mendojnë se ajo historia e Mis Deni Didros. Por ne, kur dhe në asnjë rast, gjethes na pegojnë të shohim trungjet. Sikundër, Partia Demokratike e sigurt në misionin e saj duhet të jetësoj plotësisht parimet themelore të shpallura në kuvendin e saj. Ripërtritje. U quajt ky kuvendi ripërtritjes. Pa një ripërtritje të thellë dhe të vazhdueshme, nuk do mund të ndjekim kohën. Dhe koha është e pamëshirë. Ndaj dhe ne do i përmbahemi kësaj. Do i përmbahemi sepse ju përmbajt kuvendi kombëtar. Unë kam bindje se do i përmbahet dhe Këshilli Kombëtar. Organizimi. Ne kemi të gatshme një nga platformat më të mira për organizimin. Dhe do të rikthehemi fuqishëm në një organizim sa më të përsosur të forcës sonë politike. Modernizimi. Partia Demokratike është në periudhën e urtësisë artificiale, në periudhën epokën e komunikimit digital. E pat ju se që bëri Edi Rams komunikimit digital? A e pat? Rikujtoni pak ato blogerë dhe influencierë se si u bën. Sigur t'ishin me shpat, të meriti, feriti. E them këte, sepse ne kemi punë të madhe për të bërë, për të transformuar komunikimin tonë. Dhe do t'jetë ky një drejtim tjetër i thellë i kësaj partie. Ne kemi vizionin më të mirë. Absolutisht vizionin më të mirë që ka patur ndonjëherë Shqipëria, të certifikuar nga 2 fondacionet më të mëdha ndërkombëtare dhe ekspertë tanë më të shkëlqyer. Me të gjitha këto, ne ecim të sigurt në përmbushjen e misionit tonë, në betejën tonë me një diktaturë, e cila në fakt erdhi në këtë pranvere plagosur nga ne. Por gjenerata zë dhe qytetarët i hapen asaj vartë që do ta marrin me vete dhe ne do ta shtyjmë atë. Ndaj dhe edhe një herë
ftoj antarët e Këshillit Kombëtar, demokrat të ngrihen në lartësinë e idealeve të tyre. Diktatura i ka kohra të shkurtra dhe ne do bëjmë gjithçka ta arkivojmë atë. Faleminderit. Tani, lidhur me kryesin, me nënkretarët e Partisë Demokratike, rikujtoj se në përputhje me një vendim të Këshillit Kombëtar të mëparshëm, 2 poste nënkryetar janë ex officio, për çka është pasqyruar edhe në statutin e partisë kjo. Në kuadrin dhe në frymën e kuvendit është menduar gjithashtu që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i trive të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm dhe në betejën kundër kësaj diktature, mendojmë se duhet ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e Partisë Demokratike. Ndaj dhe unë do ju lexoj emrat e personave të propozuar për nënkryetar. Belin Kliçi, Luciano Boçi, Jonathan Pano, Nikola Kedhi, Besa Manaj, Erisa Bajaziti. Këto janë kandidaturat për nënkryetar të Partisë Demokratike, do të thonë secili nga këta 6 do zgjidhen 3. Për sekretarët, ju lutem, sekretari i përgjithshëm, Flamur Noka Sajmir Koreshi, sekretar organizativ, Agron Loka Klevis Balliu, sekretar për digitalizimin, Etjon Kapedani Renald Rista, sekretar për burimet njerëzore, Andi Mustafa Mario Runa, sekretar për urbanistikën dhe teritorin, Gentian Kaprata Maksim Kola, sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore, Arlind Ahmetaj Marash Logu, sekretar për çështjen e pronave dhe luftën kundër korrupsionit, Endira Bushati Ledina Mandia, sekretar për marrëdhëniet publikun, Denis Akele Viola Kapedani, sekretar për të drejtat e njeriut, Frans Nuri Ledjo Nuraj, sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile, Eva Metaj Malvina Lika, sekretar për të përndjekurit politik, Lorenz Luka Shkelqim Lepenica, sekretar për integrimin evropian,
Fjoral Batizdari Silja Hasaj, sekretar për pushtetin lokal Agron Haxhimali Ylli Aslani, sekretar për migracionin dhe diasporën Ethem Aga Petrit Tafaj, sekretar për aksionin qytetar Ergese Skiu Jurgen Spaho. Pra, në tërësi, ka një ripërtritje, është bërë një bazuar në eksperienca dhe në praktikat e tyre, por unë mendoj se ky sekretariat ka të gjithë vullnetin, ekspertizën, dhe ju të dashur antarë dhe antarë të Këshillit Kombëtar keni mundësi zgjedhje me kandidaturat që dëshironi. Tani, komisioni për apelimin Adriana Kalaja, Ankelita Çela, Arsen Dushku, Besar Logu, Çayup Shehaj, Gentian Koçi, Lukas Hejdron, Mark Leshi, Shaqir Manjani, Suina Aslanaj. Nga këta do zgjidhni me X ose plus 5 emra. Pra, këto janë propozimet për sekretar dhe postet më të larta në Partinë Demokratike. Ftojmë komisionin e zgjedhjeve të përgatis nisjen e procesit. Bëjmë 10 minuta pushim. Po është patjetër, po statuti sot ka rënë dite. Ililiana. Ka një rend dite dhe do zbatohet fillimisht rendi I ditës dhe këtë përgjigje ju kam dhënë. Një minut. Jo, një minut. Po, jam të flasur të përgjigjem. Paraqitja e rezolutave ka rregullin e vet. Absolutisht do kesh të drejtë të paraqesësh sa herë të duash, po vetëm sipas rregullit. Jo, sipas rregullit, lexoj statutin tani, ti më thua mua. Po, Ililiana, edhe një herë. Fal, një minutë. Sot ka një rend dite dhe do vazhdojmë fillimisht me rendin. Do kesh të drejtë, të lutem një minutë. Po jo, po, nuk mund ta shkruajmë statutin këtu ne tani jam. Sot do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës, ju lutem, këtë përgjigje ju kam dhënë. Po, pra, këtë përgjigje ju kam dhënë, dhe në mesazh. Ililiana, edhe një herë. Një minut. Mor zotri, një minut. Të lutem. A mund të kthej përgjigje apo jo? Ke komunikuar me mua sot? Po. Të kam kthyer përgjigje, të kam thënë, ndiqe statutin. Urdhë. Shumë dakord, po sipas procedurës, sepse sot është një rend dite I përcaktuar. Asgjë nuk ju mohohet.